Në një kryeqytet që premton standarde europiane, banorët e Hasanbegut në Shkup jetojnë prej dekadash pranë një kanali të hapur me fekale. Era e rënd, ndotja dhe rreziku për shëndetin janë bërë pjesë e përditshmërisë së tyre. Qytetarët thonë se kjo gjendje është e tmerrshme dhe se institucionet kanë heshtur për vite me radhë. Premtimet politike kanë mbetur vetëm fjalë, ndërsa problemi vazhdon të thellohet. Në vazhdim, banorët theksojnë se kjo gjendje është skandaloze dhe se janë të neglizhuar për vite me radhë. Madje edhe pas shumë ankesave të shkruara, përsëri nuk merret parasysh asgjë. Imagjino, të jesh në kryeqytet e vendit të Evropës. Unë për vetë jam lind dhe jam rritur në Austri. Edhe të vesh këto tash këta ujërat e zeza, është për momentin në dimër, edhe nuk vjen era. Pak, po në verë kur dilsh këto jashtë nuk rrihet. Tutje ai thot se e habit fakti që një lagje më poshtë si Stajkovci e kanë kanalin e ndërtuar dhe nuk kanë një problem të tillë, ndryshe prej Hasanbegut. Ai tha se synimet e Maqedonisë së Veriut janë që të hyjnë në Europë, por po ta shikoj një europian këtë gjendje, merr fund kjo çështje. Për mua është e çuditshme se në Stajkovc një lagje pak më naton që aty është kanali ndërtuar. Atje ka, do me thonë, minoritet shqiptar, po ma shumë që jetojnë Maqedon, aty kur shkoj shumë më ndryshe sa të ne. Shumë më ndryshe. Por këtu muja dhe me thonë, ujrat e zeza shkatrojnë edhe smuje. Ndërkaq një tjetër qytetar pohon se prej këtij kanali të paregulluar, 3-4 fëmijë janë sëmur rënd dhe janë detyruar që të trajtohen jashtë shteti dhe ende askush nuk merr masa për ta rregulluar. Ai thekson se para zgjedhjeve u janë dhënë shumë premtime, por se tani nuk i intereson askujt. Në anket kanaleve në Rake që kemi si lloj pandemie. Kemi 3-4 fëmijë që janë smum prej kësaj erës, edhe kanë shkuar në shërum Beograd. Se këtu s'ka mjek adekvat për këtë smuje, për këtë smuje të zemrës. Për shkaku i pandemisë kanë shkuar në shërum Beograd, a kurkush nuk merr masa. Para çitën e zgjedhjeve parlamentare që ishin, kryetari i parlamentit i Hasanbegit është me këmbë gule ka thonë që unë më pas zgjedhjeve e janë internet se na kena me rregullu kanalin, i fitun zgjedhjet, shkun, unë në parlament, bile se ka gale për neve se çish jemi, shka jemi. Kjo është katastrofë për neve. 25 vite jemi këtu. Kërkojmë ndihmë, por askush nuk vjen. Tha një tjetër qytetar, duke theksuar se prej kësaj janë shkaktuar shumë sëmundje tek fëmijët. Po ju peshin edhe vetë që 25 vite që erë nuk këto, lipin dim, kush nuk vjen. Vin, thojnë a do të bëmët, mu bëmët kush. Peshin edhe vetë. Në mike, pedën minja, ajera, viran vetë. Po ju se edhe fëmijët shkojnë shkollë. Ajera keqe, së në pedura ujnë. I rogë flauma, i rogë gëtë. Muna unë më shrinjë, fëmijët se, sa të rogë. Po gjithja dhe do të bëmët, a mu bëmët. Problemi i kanalizimit në Hasanbeg nuk është vetëm çështje infrastrukturore, por çështje dinjiteti dhe shëndeti publik, ku përveç këtij problemi, ata hasin probleme serioze edhe me mungesën e ujit. Banorët thonë se nuk kërkojnë luks, por kushte minimale jetese, të cilat në një kryeqytet duhet të jenë të garantuara për çdo qytetar. Pavarësisht premtimeve të shumta, zgjidhja ende mungon.